Më 17 nëntor 2025, Gjykata Speciale e Krimeve ndaj njerëzimit në Dhaka shpalli fajtore ish kryeministren e Bangladeshit, Sheikh Hasina, për krime kundër njerëzimit dhe dënoi me vdekje. Aktgjykimi i dhënë në mungesë lidhet me përgjegjësinë e saj direkte në përdorimin e forcës shtetërore kundër protestave studentore që kulmuan me rrëzimin e qeverisë në gusht 2024. Në ato protesta u vran rreth 1400 persona. Sipas aktakuzës, Hasina urdhëroi përdorimin e forcës ushtarake, përfshirë helikopter dhe dron të armatosur kundër protestuesve civil. Tribunali konsideroi veprimet e saj si pjesë të një strategjie sistematike shtypjeje që shkelte konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Hasina ndodhet në Indi, e strehuar prej rrëzimit të qeverisë së saj, dhe autoritetet indiane nuk kanë dhënë ende sinjale për ekstradimin e saj. Ky vendim beson ndalimin e partisë Awami League nga aktiviteti politik, vendimi dhënë në maj 2025 nga qeveria e përkohshme udhëhequr nga Muhammad Yunus. Kjo qeveri erdhi në pushtet pas rrëzimit me dhunë të administratës Hasina, që akuzoi prej kohësh për korrupsion, klientelizëm dhe autoritarizëm. Organizatat e të drejtave të njeriut si Human Rights Watch dhe Amnesty International kanë shprehur shqetësime mbi standardet procedurale, duke ngritur pyetje mbi pavarësinë e trupit gjykues dhe mungesën e mbrojtjes efikase në mungesë të akuzuarës. Megjithatë, vendimi po përshëndetet si precedent i rrallë, ku për herë të parë në Azinë Jugore, një ish kryeministër përgjigjet për krime kundër popullatës së vet. Ky zhvillim ka domethënie të thellë për vendet me histori të ngjashme politike në Ballkan, ku llogaridhënia e liderëve politik është pothuajse inekzistente dhe drejtësia shpesh e kapur politikisht. Rasti i Hasinës tregon se edhe figurat më të fuqishme mund të rrëzohen dhe të gjykohen nëse sistemi lëviz. Rasti ndihmon në riformatimin e perceptimit se drejtësia nuk është privilegj për të vegjëlit, por detyrim për të gjithë. Për Shqipërinë, ku reforma në drejtësi vetet në zbatime sipër dhe besimi i qytetarëve ndaj institucioneve është i ulët, ky vendim duhet shërbesë nxitje për ndërtimin e mekanizmave që garantojnë llogaridhënie reale dhe ndëshkim për abuzimet me pushtetin. India, ku ndodhet Hasina, gjendet në një pozitë delikate, si mbështetëse tradicionale e Awami League. Ajo duhet vendosë nëse do ta mbrojë mikeshën politike apo do të bashkëpunojë me drejtsinë e Bangladeshit. Ky test diplomatik do të ndikojë edhe në pozicionimin e Indisë në rajon dhe ndaj aleatëve të saj global. Por perëndimin vendimin ndaj Hasinës mund të shërbejë si shembull i fuqizimit të drejtësisë kombëtare dhe vënies së vijës së kuqe ndaj dhunës politike, veçanërisht në vende ku strukturat në dukje demokratike përdoren si mjet kontrolli autoritar. Rasti i Sheikh Hasinës është vetëm fundi një epoke politike në Bangladesh. Ai është sinjal global se koha kur pushteti i lartë i mbronte liderët nga drejtësia po zbehet. Për vendet e Ballkanit dhe Shqipërinë në veçantë, ky aktgjykim duhet shërbejë si shembull se drejtësia është e mundur edhe kur politika nuk e do.